Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Më kujtohet që kam lexuar një histori për një burr që quhej Ken James, i cili po udhtonte me makinë nga Houstoni, në vendin ku ai jetonte në Gregory të Texasit. Dhe në atë kohë, pikat e karburantit kishin njerëz që vinin dhe të hidhnin karburantin në makinat tuaja dhe zakonisht ju lanin edhe xhamin. Ai ndodhej në një nga këto pika karburanti dhe punonjësi aty filloi t'i lante xhamat. Kenny e pyeti se si po ja kalonte dhe punonjësi i tha: "E po tani po ja kaloj mirë, shumë mirë, por ka qenë një kohë kur jeta ime ishte po aq e pis sa xhami i makinës plot me insekte." Dhe Kenny i tha: "Ç'do të thuash me këtë?" Ai u përgjigj: "Jeta ime ishte një katrahore pist, derisa Jezus Krishti më pastroi. Kishte ndodhur shumë vite më parë, por ai i tha që nuk do të harronte deklaratën e thjeshtë të një djali të ri. Kur ne e pranojmë Jezus Krishtin si shpëtimtarin ton, ne pastrohemi dhe falemi, jemi rrugës për në parajs, por ende nuk jemi të përsosur. A më dëshmon njëri për këtë? Ne, si të thuash, duhet vazhdojmë që të fshijmë xhamat. Të rritesh në perëndishmëri është një proces i gjatë sa jeta. Unë kam 50 vjet në këtë proces dhe ndonjëherë më duket sikur nuk kam filluar akoma." Dhe këtë po na thot dhe Pietri në këtë pasazh fantastik që po studiojmë sot. Ju kujtohet se si hapet paragrafi? Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë. Vini re këtë fjalë, Perëndia na ka dhënë tashmë çdo gjë që na nevojitet për një jetë të perëndishme. Nuk mund të bëjmë asgjë për të shkuar në parajs, nuk kemi asnjë lloj vepre të mirë për t'i ofruar Perëndisë. E vetmja mënyrë për të shkuar në parajs është me anë të hirit, nëpërmjet besimit. Nuk mund të shkojmë në parajs duke bërë gjëra të mira. E dini pse? Sepse për të kualifikuar duhet jemi të përsosur. Duhet të merrni 10 në çdo gjë. Askush nuk mund ta bëjë këtë. Biblia na thotë nuk ka asnjëri të drejtë, as edhe një, nuk mund të shkoni në parajs duke bërë vepra të mira. Efesianëve na thotë se ne nuk shkojmë në parajs me anë të veprave tona, por me anë të besimit në Jezus Krishtin. Por vargu më pas thot se prandaj, si të krishterë, duhet të bëjmë vepra të mira. Ky është vullneti i Perëndisë për ne. Me fjalë të tjera, ne nuk bëjmë vepra të mira që të shkojmë në parajs, por sapo Perëndia ne jep dhuratën e jetës së përjetshme dhe jemi rrugës për në parajs, jemi të shpëtuar dhe jemi besimtar, Biblia na thot se duhet t'ia kushtojmë jetën tonë veprave të mira. Perëndia i do veprat e mira, por duhet t'u japim vendin e duhur. Ato nuk vinë përpara kryqit, ato vinë pas kryqit. Prandaj, këto gjëra për të cilat po flasim janë pjesë e bashkëveprimit që kemi me Perëndin, prandaj le të fillojmë aty ku duhet edhe t'i bëjmë vetes këtë pyetje: çfarë është perëndishmëria? Çfarë është? Nuk dua që të përpiqem që të tregojmë thjesht, por kjo është përgjigjja më e mirë që di. Perëndishmëri është që të përpiqesh të jesh çdo ditë më shumë si Perëndia. Që do të thotë se gjithmonë duhet të bëhemi më të ngjashëm me Krishtin, sepse Krishti është Perëndia në mish. Më kanë thënë se dikur qëndronte i varur një portret pranë hyrjes në Alamo në San Antonio dhe thuhej se ishte portreti i James Butler Bonhamit, i cili vdiq në betejë përpara se portreti i tij të përfundohej. Nipi i tij i ngjante aq shumë atij sa shkuan, e morën dhe ulën për të përfunduar portretin në mënyrë që brezat e ardhshëm të kishin një ide se çfarë pamje kishte njeriu që vdiq për lirinë e tyre. Dhe dua t'ju them se Jezus Krishti është portreti toksor i Perëndisë. Biblia na e thot në këtë mënyrë, Gjoni 1:18. Askush se pa Perëndin kurrë, i vetëm lindur i birë që është në gjirin e Atit, ai e bëri të njohur. Nga e njohun Perëndin. Biblia thot se unë nuk mund ta shoh atë. Biblia thjesht na thot se asnjë njeri nuk e ka parë Perëndin dhe ka jetuar. Por Perëndia na e ka zbuluar veten duke dërguar birin e tij, Jezus Krishtin, i cili është personi i dytë i Trinitetit, Perëndia në mish. Dhe Jezus Krishti zbriti këtu në tokë për shkak të dashurisë që Perëndia kishte për ne, jo vetëm që të vdiste në kryq, por që të jetonte në këtë tokë për gjithë ato vite. Ai erdhi këtu dhe na tregoi ne
se si do të jetonte Perëndia po të ishte këtu, sepse Jezusi ishte Perëndia dhe ai ishte këtu. Prandaj nëse doni të dini çfarë do të bënte Perëndia në këtë situatë, duhet i bëni vetes pyetjen, çfarë do të bënte Jezus Krishti? Studioni Krishtin dhe do të zbuloni si punon Perëndia. Ashtu si Jezus Krishti na e zbulon ne Perëndin, Perëndia na ka dhënë ne përgjegjësinë që t'u zbulojmë Jezus Krishtin të tjerëve. Ne duhet të jemi si Krishti. Këtë kuptim ka të jesh i perëndishëm, që të tjerët të shohin Perëndin në jetën tonë. Amen. Renée Zellweger ka punuar shumë për të luajtur rolin e aktores dhe këngëtares së famshme Judy Garland. Nëse keni parë filmin Magjistari i Ozit, do t'ju kujtohet zëri mbreslënës i Garlandit. Dhe miliona njerëz mendonin se ajo ishte një njeri shumë i plotësuar, sepse ky ishte imazhi që na ishte dhënë. Por prapas skenës, siç e mbani mend, Garlandi po luftonte me shumë probleme. Me presionin e të qenit e famshme, me depresionin dhe varësinë e tatpije të alkoolit dhe drogës. Ajo u përball me probleme financiare dhe krijoi mendime vetvrasëse. Në 69-ën atë e gjetën të vdekur në banjo në një shtëpi të marrë me qira në Londër në moshën 47 vjeçare. Ajo ishte një aktore e mrekullueshme dhe Renée Zellweger ju dha roli i Judy Garlandit. Dua t'ju tregoj se ç'bëri për ta luajtur rolin. Në përgatitje për këtë rol, asaj ju desh që ta derdhte gjithë energjinë për të transformuar veten në imazhin e Judy Garlandit. Ka shkruar u zhyta plotësisht te të gjitha gjërat e Judit. Ajo lexoi çdo libër që gjeti për Garlandin, mori mësime për muzikë, ajo mësoi koreografin, studioi zërin e saj që të mund ta imitonte. Ajo studioi gjestet e Judit, qëndrimin e saj, ecjen dhe mënyrën e të folurit. Ajo përdori lente kontakti, paruke dhe kostumet si të sajat, dhe më kanë thënë se gjatë xhirimeve, Zellwegeri ulej çdo ditë për 2 orë në karrigen e makijazhit për ta transformuar veten e saj në Judy Garland. Tani, unë e vlerësoj përkushtimin e dikujt në profesionin që ka dhe dua t'ju them se vetëm si një person dua që t'jem dhe ky është Jezus Krishti. Amen? Dhe ja ku qëndron ndryshimi. Ajo duhej të bëj si Judy Garlandi nga pamja e jashtme. Biblia më thotë se unë mund bëhem Jezus Krishti nga brenda jashtë. Dhe ja se çfarë dua të nxjerr nga kjo. Nëse një aktor ose aktore do të ishte e gatshme të bënte gjithë këto gjëra për të mësuar si të portretizojë dikë që nuk është në të vërtetë. Çfarë mendoni se ndodh kur të jemi të gatshëm të themi dëgjoj, unë dua të jem si Jezusi. Dhe nëse dua të jem si Jezusi, nuk është se do të zgjohem në mëngjes dhe do të jem si Jezusi. Jo, ka disa gjëra që duhet të bëj për të mësuar se kush ishte Jezusi dhe sa më shumë mësoni se kush ishte ai, sa më shumë që studioni kush ishte, sa më shumë që shihni ato që ai bën, sa më shumë uri që të keni në zemër që të jeni si ai, aq më shumë do të filloni të kuptoni se diçka nga Jezusi po fillon të prek jetën tuaj dhe t'ju bëj një njeri tjetër. Pra, duhet që ta zhysim veten në gjithë gjërat e Jezusit apo jo? Ashtu si ajo e zhyti veten në gjërat e Judit, ne duhet ta zhysim veten në të gjitha gjërat e Jezusit. Ne duhet të lexojmë gjithçka që mundemi për Jezusin në Ungji. Aty do të mësojmë për të. Duhet që të vazhdojmë të lexojmë fjalën e tij gjatë gjithë jetës sonë, duhet të mësojmë se si eci ai, si bisedoi ai dhe se si ai foli. Dhe tek 1 Pjetri kapitulli 2, Biblia na thot se Krishti vuajti për ne, tani më dëgjoni pak, duke na lënë ne një shembull. Si mësojmë ne për Krishtin, ai vuajti dhe vdiq për ne, ai na la një shembull dhe na thot se ai e bëri këtë që ne të ndiqnim hapat e tij. Si të bëhemi ngjashëm me Perëndin, e po nuk mund të bëhem si Perëndia aty në kuptimin se nuk e di se si, por Perëndia atë më ka dhënë mua një panoram të bukur të vetes në Jezus Krishtin. Prandaj nëse dua të bëhemi ngjashëm me Perëndin, duhet të studioj si të bëhemi ngjashëm me Krishtin. Pra drejt për drejt, perëndishmëria bëhet ngjashmëri me Krishtin. Në veçanti tek 1 Pjetri kemi një paragraf ku thuhen 3 gjëra që dua t'i ndaj me ju që lidhen me atë që do të thotë jesh si Krishti, çfarë do të thotë ta ndjekësh atë dhe çfarë do të thotë kesh një dëshirë për perëndishmëri në jetën tonë. Dhe dua t'ju a lexoj, por mos u shpërqendroni, do të kthehem dhe do t'ju a shtjelloj. 1 Pjetri 2:9 deri 12. Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar, që të shpallni mrekullitë e atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Ju që dikur nuk ishit një popull, kurse tani jeni popull i Perëndis, ju dikur të pamëshiruar, por tani të mëshiruar, shumë të dashur, unë ju këshilloj si të huaj dhe shtektar, të hiqni dorë nga lakmitë e mishit që luftojnë kundër shpirtit. Silluni mirë ndër jo hebrejt, që aty ku do t'ju paditin si keqbërës,
të përlëvdojnë Perëndin ditën e ardhjes së tij për shkak të veprave tuaja të mira. Tani ndërsa e shtjellojmë këtë paragraf, si fillim dua që t'ju flas pak për mënyrën si e shqyrtojmë identitetin ton përpara Perëndis dhe këtu fillon gjithçka. Tek 2 Pjetrit 2:9, Perëndia na tregon diçka për veten ton që mendoj se duhet ta përsëritim shpesh në këtë kulturë në të cilën nuk ka dhe aq shumë vetbesim tek shumë njerëz. Dëgjoni pak këtë, nëse jeni krishterë, këtë nuk duhet ta harroni kurrë. Perëndia ju thot se ju i përkisni atij. Ai ju thot se jeni njeriu i tij i veçantë. Perëndia ju ka krijuar si një person të veçantë për të. Biblia na thot se nuk i përkasim vetes, por ne jemi blerë me një çmim. Nëse jeni të krishterë sepse jeni një person i veçantë për Perëndin. Perëndia ju krijoi, ju jeni unik ndryshe nga kushdo tjetër, ju keni një qëllim të veçantë. Perëndia ju ka vendosur këtu për një arsye dhe kur e zbuloni se cili është ky qëllim, atëherë mund të filloni të jetoni vërtet. Por ju nuk mund të jeni të krishterë dhe të besoni atë që disa njerëz e quajnë teologjia e krimbit. Unë jam thjesht një krim, jo nuk jeni të tillë, ju jeni një krijesë e Perëndis dhe ju jeni një person i veçantë për të. Pra nuk mund të heq nga mendja fuqinë që fshihet pas frazës së Pjetrit. Si të krishterë, Pjetri na quan njerëz të veçantë të Perëndis. Më lejoni t'ju them se Pjetri nuk po u shkruante një grupi njerëzish elitar. Këto letra nga Pjetri u shkruan për besimtarët e shpërndar që ishin larguar nga judaizmi dhe po vuanin shumë për shkak të besimit të tyre të ri. Disa prej tyre ishin sklever, shumë të tjerë analfabet, të tjerë të smur dhe të moshuar. Por Pjetri u thot atyre, jo, ju jeni të veçantë, ju jeni njerëzit më të veçantë në tokë. Të veçantë nuk janë fisnikët dhe ata të shtresës së lartë, por jeni ju. Ju jeni njerëzit e veçantë të Perëndis, që të shpallni për lëvdime për atë që ju nxorri nga errësira. Kam lexuar se ky mësim ishte një ndihmë e madhe për një zonjë që quhet Janet McHenry. Ajo flet për grupe grash në të gjithë kombin. Ajo ka thënë kurrë nuk jam ndier e veçantë. Nuk kam qenë fëmia më i zgjuar në klasë, gjithmonë ka qenë dikush më i zgjuar se unë. Unë nuk isha më sportivja. Mora pjesë vetëm në një garnoti dhe dola e treta nga 3 konkurrent. Ajo thot kurrë nuk kam menduar se jam të rreqse. Për të qenë e rëndësishme në këtë botë, mora një rol drejtues për të fituar respektin e të tjerëve dhe kur isha në vitin e fundit në gjimnaz, kandidova dhe fitova 6 poste për fshirë senatoren e klasës sime. Pastaj shton mendoja se do të lija shenjë duke bërë gjëra dhe me që nuk isha si të tjerët, unë thjesht bija në sy nga gjërat që mund të bëja. Pastaj thot se 2 vjet pasi mbaroi shkollën e mesme, dikush i kishte thënë se mund të kishte një marrëdhënie personale me Jezusin. Dhe kjo ishte diçka krejtësisht e re për të. Ajo thot ai donte të kishte një marrëdhënie me mua. Si izraelitët unë mësova këtë të vërtet, Zoti Perëndia ju të ka zgjedhur për të qenë thesari i tij i veçantë midis tërë popujve që ndodhen mbi faqen e dheut. Pastaj shton efekti që pati tek unë ishte shtangës. Ajo thot jam e çmuar. Perëndia më çmon mua. Perëndia do të ketë një marrëdhënie me mua. Ai kërkon të më gëzojë, ai kërkon të më frymëzojë, të më përmbush dhe të ecë me mua ditë pas dite. Dhe në vitet pas këtij çasti kur ajo takoi Jezusin, kudo ku ajo shkon u thot njerëzve, edhe ju jeni thesari i tij i çmuar. Nëse përpiqeni ta gjeni veten tek gjërat që bëni apo tek gjërat që fitoni apo të qenit më i bukur, më i zgjuari apo më sportivi, mos e bëni, sepse Jezusi ju do juve. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme për veten tuaj që do të mësoni ndonjëherë. Amen. Prandaj ja se cila është gjëja e parë për të ndërtuar perëndishmërinë në jetën tuaj, ngjashmëri me Krishtin. Mbani mend këtë. Ju i përkisni Perëndis. Ai ju krijoi për një qëllim. Ju i përkisni atij. Ju jeni shumë të rëndësishëm. Numri 2. Ju jo vetëm që i përkisni Perëndis, por jeni edhe pelegrini i tij. Ja se çfarë na thuhet tek 1 Pjetrit 2:11, shumë të dashur, unë ju këshilloj si të huaj dhe shtektar. Një nga konceptet më të mëdha të Pjetrit ishte ideja e të qenit një udhëtar këtu në tokë. Nuk është se e ka thënë ai i pari, duhet të them se në 10-ën e vjetër kemi disa vende ku njerëzit quhen pelegrin. Nuk është as shprehje John Wayne-it. Johni ishte vetë një pelegrin. Por donte të thoshte se unë dhe ju nuk i përkasim këtij vendi. Kjo nuk është shtëpia jonë. Shtëpia jonë është në qiell. Ne jemi shtektar, pikërisht këtë na thot, ne jemi të huaj këtu. Dhe te kjo ka diçka vërtet të veçantë. Të krishterëve që ishin të shpërndar për shkak të përndjekjes dhe po udhtonin për në parajs, në vargun 11 Pjetri u thot, shumë të dashur, unë ju këshilloj si të huaj dhe shtektar.
Të hiqni dorë nga lakmit e mishit që luftojnë kundër shpirtit, me fjalë të tjera, mos merrni asnjë veçori të ambientit ku ndodheni momentalisht. Nuk e keni vendin këtu. E dini, është një libër që e ka shkruar John Bunyan në vitin 1678. Ka mundësi ta keni dëgjuar, titullohet Përparimi i Pelegrinit. Dhe nëse jemi pelegrin, ky është një libër interesant për ne. Çfarë do thotë kjo? Ky libër flet për historinë e një njeriu të quajtur Kristian, që ishte në një pelegrinazh nga çasti kur u bë krishter e deri në parajs. Dhe mbas e dini që Bunyan i këtë libër e shkroi ndërsa ishte në burg. Kjo histori është e shkruar në anglishtën e vjetër, prandaj do të hasni pak vështirësi ta lexoni, por na tregon për të gjitha ato gjëra të mrekullueshme që i ndodhen. Ai e dorëzoi barrën e tij në Kalvar dhe filloi të udhtonte për në parajs, që ai e quajnë qyteti hyjnor. Profesori Donald Whitney u kishte caktuar detyrë librin Përparimi i Pelegrinit mbi 1000 studentëve dhe ai shkruan gjëra gjatë mbi fuqinë e përshkrimeve të tij, sidomos tërheqjen e qytetit hyjnor. Ja çfarë shkruan. Nëse lexoni një nga librat më të lexuar të gjitha kohërave, Përparimi i Pelegrinit të John Bunyanit, do të lexoni shkrimet e një njeriu të fiksuar pas qytetit qiellor. Dhe në një nga diskutimet përmbyllëse të asaj pjese ai shkruan, një nga shenjat e të qenit më i ngjashëm me Krishtin është një dëshirë në rritje për të qenë aty ku ai është. Amen. Prandaj, pikë së pari jeni një njeri i veçantë për Perëndin. Së dyti jeni pelegrini Perëndis. Ja dhe gjëja e tretë që do t'ju ndihmojë ndërsa udhtoni drejt perëndishmërisë. Ju jeni platforma e Perëndis. Në pasazh na thuhet se Perëndia ju jep ato që ju jep në mënyrë që të shpallni mrekullitë e atij që ju thirrri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Ndërsa po kalojmë në për këtë botë, kështu siç jemi, ndërsa jemi në pelegrinazh rrugës për në parajs, qëllimi ynë është që ne të jemi dëshmi për Perëndin. Ne duhet jemi dëshmitar të tij. Kjo nuk do të thotë se ne duhet i dimë 4 ligjet shpirtërore apo rrugën romake apo ndonjë metodë tjetër të shpallur në Ungjil. Kjo do të thotë se e gjithë jeta jonë si pelegrin duhet të jetë një dëshmi që tregon se kush është Zoti Jezus Krisht. Para disa vitesh fillova të bëja një lutje të shkurtër. Nuk e di se si më erdhi ideja, por ndërsa filloja ditën dhe kuptoja se cila do të ishte rutina ime, fillova të lutesha kështu: Zoti Jezus, më ndihmo të sjell ndikimin tënd në çdo situatë ku do të ndodhem sot. Le të ketë diçka nga Jezusi në çdo rrethon, dhe e dini, e gjeja veten në disa vende vërtet interesante, ku më dukej se Jezusi nuk përshtatej as pak. Por kur ju e keni Jezusin në zemrën tuaj, kudo që të shkoni, nëse keni jetuar për të, ju çoni edhe praninë e Jezusit nëpër ato situata. A nuk është e vërtet kjo? Ky është qëllimi ynë, që t'i kujtojmë të tjerët për Jezusin. Dhe në këtë pasazh tek 1 Pjetri 2:12, ai na thot: "Silluni mirë ndër jo hebrejt, që aty ku t'ju paditin si keqbërës të përlëvdojnë Perëndin ditën e ardhjes së tij për shkak të veprave tuaja të mira." Duart dhe këmbët tona bëhen një platformë apo një foltore nga e cila Perëndia mund t'i flas botës sonë. Kur ne rritemi në perëndishmëri, njerëzit fillojnë të shohin Jezusin në ne. Dhe pikërisht ky është qëllimi i kësaj cilësie që ndërton karakterin dhe që na tregohet tek 2 Pjetri, kapitulli i parë: "Ti shtoni besimit tuaj virtytin, shtojini virtytit diturinë, shtojini diturisë vet kontrollin, shtojini vet kontrollit qëndresën dhe qëndresës shtojini perëndishmërinë, ngjashmërinë me Krishtin." Pra, këta jemi ne, dhe për këtë arsye duhet jemi të tillë. Por le të kalojmë te hapi i fundit i kësaj pakete të vogël. Le të kalojmë nga shqyrtimi i identitetit tonë te mënyra si ta shfaqim këtë. Ja se çfarë dua t'ju them. Sërish do t'ju them shpejt 3 gjëra. Së pari, perëndishmëria ka të bëjë me zotrimin. Jetoni sikur i përkisni atij. Ju i përkisni Jezusit, ju i përkisni Perëndis. Kur e kuptoni këtë, detyroheni të mendoni 2 herë për gjërat që bëni. I mbani mend prindrit tuaj t'ju kanë thënë kur keni qenë fëmijë: "Dhe kur të dalësh jashtë, mos harro se fëmia i kujt je ti." Apo jo? Babai im ishte presidenti i një kolegji në vendin ku jam rritur, në Cedarville të Ohio's. Ai nuk më thoshte saktësisht kështu, por nëna ime nuk e kishte problem të më thoshte: "Ti je djali i presidentit, prandaj e diti, mos na turpro." Kur ju e kuptoni se jeni një zotrim i çmuar i Perëndis, ju do doni të bëni gjërat e duhura, do doni të jeni njeriu i duhur. Ky është një motivim i madh për të qenë të ngjashëm me Krishtin. Unë i përkas Perëndis. Duaj që të jetoj në atë mënyrë që t'i jap lavdi emrit të tij. Nuk duaj që të baltos emrin e Perëndis, sepse unë jam një nga fëmijët e tij dhe po sillem sikur të mos e njoh sikush është. Pra,
Biblia na kujton vazhdimisht për këtë. Për shembull, tek 1 Korintasve lexojmë: "Nuk i përkitni vetvetes, por lëvdoni Perëndin pra në trupin tuaj." Romakëve 1:6 thotë: "Ju jeni të thirrur nga Jezu Krishti, të thirrur shenjtor." Romakëve 14 na thotë: "Sepse edhe nëse rrojmë për Zotin, edhe nëse vdesim për Zotin, pra edhe po të rrojmë ose të vdesim, të Zotit jemi. Ne i përkasim atij." Më kujtohet që kam lexuar për Mike Ruffin, i cili kujton kur për herë të parë në jetën e tij u ndje sikur nuk i përkiste asgjëje. Ai ishte 14 vjeç dhe i dashuruar për herë të parë. Kur e dashura e tij e la, ai u ndje i shkatruar, ai qau në mënyrë të pakontrolluar dhe trishtimi i tij u rrit kur mori vesh se ajo ishte ndarë prej tij sepse ai nuk jetonte në një lagje të mirë. Nuk isha mjaftueshëm i mirë për të. Ishte një kujtesë e dhimbshme se isha bërë pjesë e një grupi të cilit nuk i përkisja. Kur nuk do të harroja të ndjesi, thot ai. Sot njerëzit e kanë humbur ndjesinë e përkatësisë. Bota është fragmentarizuar me popullsi të tëra që zhvendosen nga vendet e tyre. Dua të them se nuk mund ta përfitoj dot vuajtjen dhe dhimbjen që sjellë gjitha kjo. Kombi ynë është i ndarë duke lënë shumë njerëz të ndihen si viktima. Familjet tona janë të shkatruara duke i lënë njerëzit të shkëputur dhe në të njëjtën kohë mediat elektronike dhe të ashtu quajtura rrjetet sociale na kanë ndarë edhe më shumë me njëri tjetrin. Ne jetojmë në një botë ku miliona njerëz nuk e kanë ndjesinë e përkatësisë. Kur autori i Psalmit 73 përjetoi një kohë të turbullt, plot me dekurajim dhe trishtim, ja se cili ishte realiteti që nxori atë nga ajo gjendje. Psalmi 73:23. Por megjithatë, un jam gjithnjë me ty, ti më ke kapur nga dora e djathtë. A nuk është kjo një vërtet madhështore? Romakëve 8:1 shpreh kështu: "Tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus." Zonja dhe Zotëri, ne i përkasim Krishtit Jezus. Prandaj le të jetojmë sikur i përkasim atij. Ai është padroni ynë, ai është ati ynë, ai është dhënësi i jetës. Ai është ai të cilit ne do t'i raportojmë një ditë. Numri 2. Perëndishmëria ka të bëjë me qytetarin. Mbajini syt drejt qiellit. Sinkronizojeni orën me orën e qiellit. Përqendrojeni syt në qiell. Mos qëndroni vazhdimisht duke parë gjërat e kësaj bote, ndërsa i shtoni me zell jetës tuaj perëndishmërinë, duke kujtuar se kush jeni, duhet keni në mendje parajsën, vendin e veçantë të Perëndisë. Sa më shumë që i afrohemi parajsës, aq më shumë duhet të pasqyrojmë karakterin e saj. Po e përsëris sërish thelbin e këtij parimi: ju bëheni njësoj si vendi, ku dëshironi më shumë të shkoni dhe bëheni më shumë si personi të cilin doni të shihni më shumë. Ja edhe e treta, perëndishmëria ka të bëjë me përkatësinë. Silluni sipas vendit që i përkisni. Perëndishmëria ka të bëjë me qytetarin, mbajini syt drejt qiellit. Dhe perëndishmëria ka të bëjë me të shërbyerit, jo me parat, do thotë që të zbatojmë detyrën që kemi. Tek 1 Pjetrit 2:12 thuhet: "Silluni mirë ndër jo hebrejt, që aty ku t'ju paditin si keqbërës, të përlëvdojnë Perëndin ditën e ardhjes së tij për shkak të veprave tuaja të mira." Pra ajo që dua të them është kjo: Biblia na tregon se si duhet ta jetojmë jetën në vendin ku Perëndia na ka thirrur, nëse jetojmë jetën tonë në një mënyrë që është ndryshe dhe veçantë nga jeta e njerëzve përreth, sepse i duam njerëzit, për kujdesemi dhe zgjatemi drejt tyre, ne i thrasim në emër kur ata janë të lënduar, ne shkojmë tek ata kur askush tjetër se bën. Kur ne i bëjmë të gjitha këto gjëra, kur ne jetojmë jetën tonë në këtë mënyrë, me këtë lloj sjelljeje, Biblia na thotë se kur njerëzit na vijnë pas dhe duan thonë gjëra të këqija për ne, nuk mund ta bëjnë dot këtë sepse ne kemi bërë kaq shumë gjëra të mira për të ndihmuar sa ata e kanë të pamundur t'i kapërcejnë ato. Zonja dhe Zotëri, nëse njerëzit do të na kritikojnë, le t'i bëjmë që të kapërcejnë mbi dashurinë tonë për ta, mbi dashurinë dhe veprat tona të mira për ta. E po kjo është pra. Çfarë do thotë jesh i perëndishëm? Së pari do thotë të dimë se kush jemi. Ne i përkasim Perëndis, ne jemi një person i veçantë për të. Dhe së dyti, do thotë të jesh pelegrin, ne nuk do të qëndrojmë këtu për gjithmonë. Ne jemi këtu vetëm për atë periudhë të shkurtër që Perëndia na ka dhënë në këtë tokë. Ndërsa jeni këtu si pelegrin, nderojeni atë dhe bëhuni platforma e tij për t'i kënduar për lëvdime emrit të tij dhe me anë të veprave tuaja të mira nderojeni me jetën tuaj. Nëse mendoni se nuk keni çfarë të punoni mbi këtë, nuk e kam bërë mirë punën time. Të gjithë ne jemi në këtë proces dhe të gjithë ne mbajmë shënime në zemrën tonë. Kjo do të më bëjë mua një njeri më të mirë, ndërsa ecim me Zotin. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë shkrimin, aq më shumë arrim ta kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse ju do të doni të filloni një marrëdhënie me të dhe të siguroheni që do të kaloni përjetësinë me të, duhet të pendoheni për mëkatin tuaj
dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishe zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj. Perëndia ju bekoft. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.